حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Si çdo herë e falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, ju kujtohet se në javën e kaluar kemi fol rreth disa shkaqeve shtimit hajrit, apo gjithashtu kemi përmend disa shkaqe të shtimit sherrit nëpër shtëpiat tona. Kjo ka qenë tema e javës së kaluar. Kemi folë për disa shkaqe shtimit bereqetit, hajrit në shtëpiat tona, dhe kemi përmend dhe disa shkaqe se si është e mundur mu fut edhe sherri gjithashtu nëpër shtëpiat tona apo të muslimanëve. Kurse sot, të nderuar vëllezër, në këtë hutbe të sotshme, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do të folim se cila është ajo fjalë që e prish bazën e shtëpisë. Është një fjalë që prishet baza e shtëpisë. Nëse thuhet apo e prish themelin e një shtëpie, apo të nderuar vëllezër, me fjalë tjera, sot do të folim për një fjalë që është shumë e rrezikshme. Nëse thuhet, është e rrezikshme, por lejohet ndonjëherë me e thonë këtë fjalë, është e lejuar me thonë ndonjëherë atëherë kur nuk ke rrugdalje. Pasi që ki marrë këtë shkaqet sebepet, edhe s'ki rrugdalje më, duhet patjetër me thonë këtë fjalë. Se për ndryshe nuk hec puna, nuk shkon puna, pa e thonë këtë fjalën. Është edhe shumë e rrezikshme, por thuhet ndonjëherë kur vjen puna dhe situata, që duhet ta thuash këtë fjalë. E cila është kjo fjalë, të nderuar vëllezër? Innaha kelimatu talaq. Kjo fjalë është, të nderuar vëllezër, divorci, shkurorizimi, tallaku, prishja mes burrit edhe gruas. Prishja mes burrit edhe gruas. Kur prishet gruaja me burrin, atëherë prishet edhe themeli i shtëpisë. Prishet çdo gjë, të nderuar vëllezër xhamatli. Shkatrohet çdo gjë në atë familje. Kur vjen puna deri tek divorci, kur vjen puna deri tek shkurorizimi. E sidomos, të nderuar vëllezër, në kohën e fundit, ashtu siç edhe ju jeni dëshmitar, shkurorizimet, divorcet janë
me numër shumë të lartë dhe shumë të mëdha, e veçanërisht në mesin e popullit tonë. E veçanërisht në mesin e popullit tonë. Divorcet e shumta të nderuar vëllezër xhamatllin. Kurse në esencë, në bazë, martesa duhet të jetë e vazhdueshme. Nuk është martesa për sot edhe për nesër. Duhet të jetë e vazhdueshme deri në vdekje. Sepse martesa të nderuar vëllezër është një shenjë prej shenjave të Allahut. Është një argument pi argumenteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Aje min ajati Allahi subhanahu wa ta'ala. Allahu xhalla xhelalu wa xhalla shanu të nderuar vëllezër thot në Kur'anin famlar, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dhe prej argumenteve të Allahut dhe prej shenjave të Allahut subhanahu wa taala, ju çfarë po shihni në këtë dynja, çfarë po shikoni në këtë dynja, prej shenjave, prej argumenteve të Allahut subhanahu wa taala që ekziston, që është fuqi plot, Allah e ka bëu që prej juve me krijuar palën tjetër. Prej burri me krijuar palën tjetër, ajo është gruaja. Dhe pastaj ka bë Allahu subhanahu wa taala që burri mu qetësu, me qenë vend qetësimit tek gruaja. Dhe ka shtu Allahu xhalla xhelaluhu pas kësaj qetësie dashuri mesin e tyre. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskun ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Këto janë ajete të cilat juve po ju lexohen nëse jeni prej atyre që i meditoni dhe i kuptoni. Dhe uleni edhe mendoni në krijimtarinë e Allahut xhalla shan wa xhalla xhelaluhu. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtarë. Fjala divorc apo shkurërizim, mi thon gruas të shodha. E sot kjo fjalë u bë shumë kollaj në mesin e njerëzve. Për çdo send. Hyn shtëpi gruaja, del nga shtëpia apo shkon dikun e bën diçka një gabim. Nëse e bën, burri thot gruas, nëse e bën, ko me të lishu. Sa kollaj e nxjerr pi gjuhës ti. Nëse shkon, nëse hyn, nëse del, ko me të lishu. Jetën e çon kështu me bashortën e vet, vetëm tek kjo thënie, duke mos i adit rrezikun, edhe pse me sheriat divorci, shkurërizimi është e lejuar, por kur atëre kur s'mundesh më, pas shumë përpjekjeve, pas shumë mundimit që e mundu me qu mirë me bashortën, atëre në fund vjen shkurërizimi, ajo në punë vet, ti punë tënde. Por dhe përfundimi shkurërizimi apo divorci duhet me qenë me mirë kuptim. Ashtu sikur që ka qenë martesa me mirë kuptim, me butësi, edhe në fund përfundimi apo përfundimi një shkatrimi martesor duhet përsëri me qenë me përfundim të lehtë dhe të mirë, jo me thashë theme dhe me punë dhe me veprat këqija të nderuar vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër ka thënë abghadu al-halal ila Allah at-talaq. Dëgjoni mirë këtë hadith pejgamberit alaihi wasallam. Ka thënë abghadu al-halal ila Allah at-talaq. Halali ma e urryer te Allahu azza wa jall është divorci. Halal, ka thënë halali. Do të thënë, sipas sheriatit të Allahut azza wa jall, pas shumë përpjekjeve, kur vjen puna që burri me gru nuk e qenë mirë, është e lejuar divorci. Lejohet divorci sepse ka mundime, nuk e qenë mirë, ka ngrindje, ka vuajtje, qof gruaja ka vuajtje ndaj burrit, apo burri ndaj gruas, vjen puna deri tek shkurërizimi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam abghadu al-halal ila Allah at-talaq.
Halali më i urryer. Çka do të thonë më i urryer që se don Zoti? Halalin që se don Zoti. Pas ka halal që Allah nuk e don. Ama ka halal që Zoti e don. Ama këtë halal Zoti se don. Thot pejgamberi alayhi wasallam, gjëja më e urryer te Allahu që se don këtë halal është shkurorizimi. Nuk dëshiron Allahu që kjo zanafill, kjo bazë mu prish. Ka vendos kushtet e martesës, gjithashtu i ka vendos edhe kushtet e shkurorizimit që mos të hyet haku ndaj njëri tjetrit. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Khuturatu talaq, cila është rreziku i shkurorizimit? Çka rrezikon shkurorizimi? Çka rrezikon divorci? Çka rrezikohet nëse një burr edhe një grup prishën? A ka rrezik, as ka rrezik? Rrezik ka sa të dush. Veç 3 rreziqe bi përmendi, veç 3, ma shumë jo, se ka shumë rreziqe, por koha nuk na mjafton. Rreziku i parë është prej rreziqeve prishjes mes burrit dhe gruas, deri tek divorci, deri tek shkurorizimi, është al-atharu nafsi wa tarbawi ala al-atfal. Lëndohen fëmijët nëse kanë fëmijë. Lëndohet kush? Fëmijët lëndohen. Kjo është rreziku i parë. Fëmija mërzitet, shkatrohen, prishen, devijohen. Kur 2 prind prishen njëri me tjetrin, përderisa ata e kanë rrezikun më të madh, por rreziku tjetër po vazhdohet tek kush? Tek evlat. Ku po je djali? Ku po je vajza? Ku po jesin fëmijët? Ndor të kujt? Kjo është rreziku i parë. Shkurtimisht. Rreziku i dytë është, të nderuar vëllezër xhamatlin, normal që shkatrohet familja në 2 anë, në 2 palë. Edhe nga ona e mëthënuses, edhe nga ona e burrit. Sa që vjen ndoshta ndonjëherë deri tek edhe vrasja, Allahu më na ruajt, për shkak shkurorizimit. Është e rrezikshme. S'është e lehtë kjo punë. Kjo është e dyta. E treta është prej shkaqeve, apo prej shkaqeve, po rrezikut shkurorizimit, si pasojë e keqe kjo gjë, është yafrahu shejtan. Shejtani gëzohet. Kënaqet bre shejtani kur e sheh një burr edhe një grua, 2 bashortë u përla, edhe që atyre kur të prishën e kur ndahen e shkatron, yafrahu, shejtani kënaqet, gëzohet. Për këtë kemi edhe argument nga hadithi i dërguari i Allahut, nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë që shejtani si kryesor që është mesin e disa shejtaneve tjerë, si farbajte që i themi ne, çdo ditë pranon raporte prej shejtanëve tjerë, se çfarë punë kanë vepruar, çfarë punë kanë kryer. Shkon një shejtan tek shejtani më kryesor, atje lart, i thot, e pyet shejtani më i madh, ta ki bosot, thot, një 2 shok i kom qitë mu përla, thot, kur gjë s'ki bo. Shkon shejtani tjetër, e pyet, thot, ti çka ki vepru sot, thot, e kom qitë njërin me vjedh, thot, kur gjë s'ki bo. Shkon tjetri, thot, ti sot e pyet, çka ki vepru, thot, jam bë sebeb dhe shkak që me e prish burrin me gruan. Thot, ti e më i mirë hes këto. Edhe gëzohen të dytë. Edhe ja jepni yll. Thot, ti tash je afër meje këtu. Ti vesh kështu të me vazhduhe. Mos rri hiç. Kjo është detyra jot, kjo puna jot që fëmijët mi i lën. Në për tokë mu deviju, me shkatru kret një familje, edhe me shkatru, do më thonë, bashkëshortësinë mesin, me prish atë brumin, me prish atë, më thënë, kur të prishën 2 bashkëshortor, po dën me prish edhe, po don shejtani me prish atë zanafillën që vjen pas arsit e asaj familje. Që vinë, do më thonë, që rritet familja, vinë djemt, vajzat familja, pastaj vjen pala e 2, pala e 3 edhe kështu të më radhë. Që kjo është qëllimi i shejtanit, me i prish, edhe kështu me radhë.
To janë shkaqet të nderuar vëllezër, shkaqet faktikisht rreziku apo shkaqet e rrezikut shkururizimit që sot shumë lehtë u bë kjo punë. Shumë lehtë. Po kemi raste të nderuar vëllezër, mosha 60 vjeçare, 50 vjeçare po vinë deri tek shkatrimi familjar. Do shta djemë të vajzat i kanë të martum, burri me gruan që në rahat. Po vjen puna deri tek divorci, deri tek shkurizimi. E çka mbetet pastaj për nipat, për mbesat? Të nderuar vëllezër xhamatllin. Është një ajet në Kur'an. Ju kishna lut gjithve mu kthyn këtë ajet kuranor në surën Nisa. Është një surë në Kur'an, surja e grave, aty në rregullat. Është një surë në Kur'an, suratu Nisa, ajeti 34, 35, 36. Suratu Nisa. Allahu subhanahu wa taala këtë sure, në këtë ajet kuranor, në ajetin 34, në këtë surën, suratu Nisa, ajeti 34, 35, Allahu subhanahu wa taala na kallëzon neve, ju drejtohet besimtarve, se nëse gruaja nuk ngon, çfarë masa duhet me marrë ndaj bashortës. Nëse ajo nuk ngon, çka duhet me bëj? Allahu na ka mësuar në Kur'an. Çysh duhet mos sjell? Nëse ti sheh prej bashortës tënde, jo ndëgjim, jo mirësjellje, ngritje zërit ndaj teje, mëkate, gjunahe, jo respekt, ti çka duhet me bëj si burr? Ngo pra ajetin kuranor. Allahu po të mëson. Allahu xhelalu po na mëson. Në suratu Nisa, ajeti 34-35, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun." Nëse ti e sheh që gruaja jote ka fillu mos me të ngu, e ti friksohesh se mos pi bësh keq ndaj sen asaj. Mos pi dëmton. Allahu po thot, gjëja e parë që duhet me marr si obligim ti si burr ndaj gruas për me këshillu është ti me ul me to, fa'idhuhun, me këshillu, me bisedu, mu përpjek për çat problem që ka ndodh mesin e dy bashortave me rregullu. Kjo është gjëja e parë që Allah po na këshillon. Keni problem bashortor, burri duhet me ul gruan edhe me bisedu, sy më sy, nga dal, me gjet kohën, me gjet mënyrën. Edhe me fol me zot ult, jo me fol me epsh, jo me fol me vrazhdësi, po me gjet mënyrën, sepse e ki emanet gruan, nuk guxon me poshtru, nuk guxon me ul, nuk guxon me keq trajtu. Kjo është këshilla e parë. Për çdo burr, ndaj bashortës vet, nëse vjen puna deri tek konfliktet, çka duhet me bë? Fillimisht me ul, me bisedu, me përpjek, me këshillu. E dyta, nëse pika e parë, gjëja e parë nuk reagon tek këshilla, s'po reagon, s'po të ngon gruaja, atëherë Allah po thot dilte e dyta. Cila është gjëja e dytë që duhet me pas parasysh burri ndaj gruas tek konflikti? Allah po thot wahjuruhunna fil madaji. Largoni prej atyne, largoni pe gravet juaja, do të thonë prej shtrateve. Mos fleni me to. Ktheni u shpinën. Mos folni deri për një kohë saktum. Boni hijër. Bojkotoni. Ndoshta për shkak mos shtratit vjen puna, thot pse burri s'po flen me mua, burri s'po fol me mua, ndoshta bëhet si lloj ilaçi për to, ajo për me reagu mu kthy. Por edhe kjo nëse nuk reflekton, s'ka kur gjo, as e para, as e dyta, as këshilla s'po bën kur gjo, as ndamja e shtratit s'po bën kur gjo, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala çka po thot? Gjëja e tretë, wadribuhun. Çoni dorën kapak me një rehje, rehni gratë e juaja, rani ato, po raje të lehtë, jo misa kato mja thy kocat. E mja nzi synin, e mja thy hunën. Një çfarë lloj frike, se ti je burr, edhe qofse e çon dorën ndaj gruas tënde, kjo është pozita e tretë, rregulli i tretë, jo mira shumë, po me ditë qysh burri qysh e frikson gruan e vet. Por edhe kjo nëse nuk bën dobi kur gjo, as e para, as e dyta, as e treta, çka ka thënë Allahu subhanahu wa taala, e që tash ti pionës tënde merreni njëri të mençur,
edhe gruaja jote, prej familjes vet, ne ta merrni njëri të mençur, njerëz të mençur, jo që kanë hesapin tek parja, Jo që kanë hesapin tek parja, qëllimi i thirrjes njerëzve të mençur për mi bashku, mi pajtu, mi u gjet analizën, mi u gjet problemin ku e kanë edhe për mi bashku që mos marr deri tek shkatrimi i familjes. Si të shkatrohet burri me gruan, shkatrohen fëmijët. Shtut Allahu subhanahu wa taala po na këshillon. Pastaj po thot, po dhe nëse nuk bin pajtim për mu bashku, po dojnë më nda, s'po dojnë më me pas jetes njëri me tjetrin, po dojnë më nda, edhe shkororizimi pastaj është e lejume, se po vujnë, s'po mujnë, mo nuk peqen mirë. Allahu pastaj në surën Al-Baqara, ajeti 231, që sa bukur po thot. Po, as po doni me çuni jetë zbashku, s'po doni me çu bashk deri në vdekje, pasi që gjitha këtyne, do më thonë, sebeve që i murëm, prap se prap nuk pegjeni një gjutë për bashkat, edhe Allahu çka po thot për i drejtohet burrave. Qëre, ju apo doni mirë shu gratë juaja? Po, vetëm se keni kujdes mos i boni pa drejt atyre. Ajeti kuranor 231 thot Allahu subhanahu wa taala, au sarrihuhunna bima'rufin wa tumsikuhunna wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa. Suratul Baqara ajeti 231, Allahu po thot, ashtu sikur që i keni martu me mirë kuptim, shoni me mirë kuptim. Mos i mani me zor, mos e maj gruan tonë me zor të shtëpia kur s'don me çujet me ty s'pëdon ajo. Edhe ti s'pëdon me zor mi bo pa drejt, mi bo zullum. Allahu po thot pastaj, nëse e boni këtë vepër, i mbani gratë e juja me pa drejt, pas gjitha që tyne sebepeve dhe shkaqeve që s'po muni me pru një biset bashkët për bashkët, atëherë shoh gruan tonë me mirë kuptim, mos e maj me i bo zullum. Nëse vazhdon me i bo zullum, ta din që ki mu dënu te Zoti. Edhe pasaj Allahu përfundon ajetin kuranor, po thot wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Këto ajete kuranore mos i merrni për hajgare. Këto ajete kuranore mos i merrni për tallje. Je martu me mirë kuptim, edhe tek tallaki, shkororizimi, duhet burri me gruan më nda me mirë kuptim. Po çka bëhet te ne, tek populli jon, në mas, tek muslimant, tek shkororizimi, bon fjalë më të mëdha. Bon fjalë më të mëdha. Përzihen fjalë më shumë. Sa që njëherë njoni prej burrave të mirë, ka qenë burr i mirë, i njoftun në popull, burr i mirë, i sinqert, pas ka pas problem me gruan edhe është nda. Ta shkret me halla pas ka marrë vesh që filoni, qysh marrë filoni njëri mirë me pas problem me gruan e më nda, i kalon fëmite. E po që s'ka mujt me qujet me to. A e ka di çfarë grua e ka, edhe gruaja ka di çfarë burr e ka. Edhe tash njëri rrugës thot, o filan, thot, çka ke me gruan tonë, ako ke prisha? Thot, a di çka? A bon ti me qyr punën tënde? Ajo ka qenë gruaja jeme. Gruaja jem, apo don ti me dit tash për gruan time, do më thonë, kjo është punë private, çështje private, s'kam nevojë të me të kallëzu për gruan time, çka kanë problemet e mia, ti s'ke nevojë me dit çështjet e familjes time. Kemi pas probleme familjare. Çka po t'intereson ty? Më kanë raste tjera të ndëruar vëllezër, punë tjera çka? Si të prishet burri me gruan, shkurizon, largohen, pritet pe gruas fjalë tylli çfarë fjalë për burrin e vet. Kret ja shpalt pasaj, ka qenë kështu, ma ka bu kështu. Tona xeza ti fol. Onën tjetër burri, po a dikush ka qenë ajo kështu, te dyt hin mallkimin e Zotit. A ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu e mallkoft atë gruan e cila ja shpalos marrët burrit vet. Dhe Allahu e mallkoft atë burrin i cili ja shpalos marrët noksanët, do më thënë, gruas vet. Te dyt hin mallkimin e Zotit. Po, au sarrihuhunna bima'ruf. Ashtu sikur që keni martu, me mirë kuptim, me dashuri, edhe në fund ai në rrugë vet, ti në rrugën tënde, edhe përfundon. Çka i takon asaj duhet m'ia dhon, çka takon ty duhet me marrë dhe kështu përfundon që ky rrezikim të nderuar vëllezër xhamatlin, aqulu ma tasma'un
wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thoni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.